Nga kjo e premte, Italia do të përfshihet nga moti i keq, ndërsa temperatura do të ulen ndjeshëm. Sipas mediave italiane, gjatë ditës do të ketë reshje të dendura shiu në disa rajone si Sardegna, Toskana dhe Piemonte, por duke filluar nga pasdiktja do të përfshihet nga reshjet intensive dhe pjesa perëndimore e Gadishullit Apenin. Në lartësitë mbi 800 metër do të ketë reshje dëbore, ndërsa situata pritet të përkeqësohet gjatë orëve të mbrëmjes, ku i gjithë veriu do të preket nga cikloni Befana, i cili do të shoqërohet me erëra të forta dhe stuhi. Sipas Rai News, zona që do të goditet më së shumti nga kjo stuhi do të jetë jugu i Sardenjës. Në Alpe pritet të ketë më shumë se gjysmë metri dëbor, ndërsa pas Italisë, cikloni do të lëvizë drejt detit Adriatik dhe do të prek Ballkanin. Ulja e temperaturave dhe i ftohti polar sipas mediave fqinje do të zgjasë 3 ditë, ndërkohë që si pasojë e qërave të dendur, Franca dhe Gjermania gjatë kësaj jave janë përballur me përmbytje në zonat veriore. Nga vala e të ftohtit janë prekur dhe vendet nordike, ku temperaturat në Suedi kanë arritur në -43.6 gradë Celsius.